Shehru Ramadan, thot Kurani famlar, muji i Ramazanit. Po mirë, çfarë ndryshimi ka nga mujt e tjerë? Pse e mori këtë famë? Pse ky muaj i ka këto begati që ne i përmendim në vazhdimsi, fuqishëm, furishëm? Sepse ka i diçka më të madhe se muji i Ramazanit. Biles muji i Ramazanit do ishte i thjeshëm nëse s'do ishte kjo. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Than këtë muaj, la ilaha illallah. Në këtë muaj ka zbrit Kurani famlar. Në këtë muaj, ju do ishte si gjithë mujt e tjerë. Po i madhi Zot, mbas Isait alayhis salam, 612 vjet përpara se sa të zbriste Kurani famlart, ishte pejgamber në tokë Isai alayhis salam. I zbriti Ungjilli. Dhe pastaj i madhi Zot e mori në madhështinë e vet. Dhe 600 e më shumë vjet ishte ndërpre shpallja hyjnore me njerëzit. Dhe ajo që i zbriti Isait, filluan mendimet njerëzore të bëheshin pjesë e saj. Dhe i madhi Zot, nga madhështia e vet në Lauhul Mahfuz, e zbret Kuranin të plot në Beitul Izze, në qiellin e kësaj bote, dhe për 23 vjet e vullos në zemrën e Muhammed Mustafas, në shpirtin dhe në mendjen e tij, në gjeneratën dhe e shkruajtën dhe ka ardhur deri në sot. Kurani famlart është i dha vlerë Ramazanit. Kurani famlart është ajo që ne me cilën duhet jetojmë. Kurani famlart është fjala e Madhit Zot. Kurani famlart kur zbriti i lidhi përsëri njerëzit me Zotin, krijesat me krijuesin. Kurani famlart kur zbriti i lidhi përsëri njerëzit me Zotin, krijesat me krijuesin.